Jemi takuar sërish bashkë pas një bloku publicitar para se të shkojmë me rubrikën tonë të përjashme. Unë juftoj të jeni pjesë e portalit tonë prive.al për të gjitha më të rejat e showbizit shqiptar. Gjithashtu një falenderimi posaçëm shkon për sponsorit tanë, Vala, 4G dhe Golden Eagle. E tani çka ka të vërtet për X Factor, tingullin e trend dhe Bebe Regjën e kuptojmë bashkë. Nuk do ketë X Factor sezonin që vjen. Ky lajm është plotësisht i vërtet. Spektakli më i madh i talenteve në troje shqiptare X Factor Albania të hënën përfundon edhe edicionin e 4. Betejë e fundit për të dalë kampion është mes Edejas dhe Gentit, përkatësisht mes kategoritë që drejton Miriam Cani dhe Bleona Qereti. E ata që kanë ëndërruar që në sezonin e ardhshëm të konkurrojnë në këtë program talentesh, duhet të presin. X Factor Albania 5 nuk do të jetë vitin që vjen për arsye se ky produksion ka blerë një patent tjetër ndërkombëtare dhe do të fokusohen më shumë aty. X Factor do rikthehet sërish në ekran pas disa kohe. Shpërbëhet tingulli trend. Ky informacion është jo i vërtet. Pas publikimit të këngës AMG të Agona Amiga si solo artist edhe bashkëpunimit të ri të Ghetto Arselimit me Energy Band, janë përhapur fjalë se grupi tingulli trend i ka ardhur fundi. Mirë po ky lajm nuk është i vërtet pasi që reperët vazhdojnë akoma të jenë pjesë e të njëjtit label. Gjatë 2015-s ata janë të fokusuar në krijimin e këngëve me artistë të tjerë, por që sërish do jenë bashkë si grupi më i njohur i hip-hopit shqiptar. Agona Amiga gjatë verës vjen në duet me Majke. Bebe Regja, pjesë e turneut të Nick Jonas, ky lajm është i vërtet. Këngëtarja me origjinë shqiptare, Bebe Regja, e cila aktualisht po shijon tregun